Qof lëvduar Jezu Krishti të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës. Po lusim së bashku me ju mbrëmësoren e premt, java 11 gjatë vitit liturgjik C, psalmet të marra nga java 3 e psalterit. O hy më eja në ndim, O Zot, shpejto të më ndihmosh, lavdiatit e birit e shpirtit shenjt, si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni. O Zot, krijuesi njeriut që vendos çdo gjë vetëm, u jep urdhër të prodhoj dheut, zvaranikeve e llojeve të egra. Që trupa të mdhenj sendesh, të gjallë me gojë të urdhëruesit, që t'i shërbejmë me rregull, i adhe njeriut me urdhër. Mbaj larg shërbëtarëve të tu çdo gjë të papastri. Ja të nënshtrojt ligjeve, ja të futet në vepra të mira. Jep çmime të gëzimeve, jep shpërblime të hireve, zgjidhi prangat e grindjes, forco lidhjet e paqes. Bëj o atë kreti drejti dhe o birë baraz me atin, me shpirtin ngushëllimtar sundues në të gjithë shekujt. Amen. Antifona e parë. I madh është Zoti, hyji ynë mbi të gjitha hynit. Psalmi 135, pjesa e parë. Lavdërojeni Zotin që bën mrekulli. Lëvdojeni emrin e Zotit. Lëvdojeni ju o shërbëtorët e Zotit, që qëndroni në shtëpinë e Zotit, në oborret e shtëpisë së hyjit ton. Lavdëroni Zotin, sepse i mirë është Zoti. Këndoni emrit të tij, sepse është i ëmbël, sepse Zoti e zgjodhi Jakobin për vete, Izraelin për pronën e vet. Unë e di mirë se i madh është Zoti, hyji ynë është mbi gjithë hyjt. Gjithçka do Zoti bën në qiell e në tokë, në det e në të gjitha omnerat. Bën të mblidhen ret prej skajeve të tokës, me vetë tima e prodhon shiun, erën e nxjerr nga vendet e strehimit. Ai Egjiptit i mbyti të parlindurit, si të njerëzve ashtu edhe të bagtive. Bëri shenja mrekulli midis teje, o Egjipt, kundër faraonit e të gjithë shërbëtarëve të tij. Shfarosi një numër të madh paganësh, vrau sa mbretër të fortë, Sehonin, mbretin e Amorenjve, e Ogun, mbretin e Basanit, i roposi të gjitha mbretrit e Kanaanit. E tokën pranën e tyre, i dha Izraelit popullit të vet për trashëgim. Lavdiatit e birit, e shpirtit shenjt, Si ka qenë në fillim ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. I madh është Zoti, hyji ynë mbi të gjitha hynit. Antifona e dytë. Shtëpia e Izraelit, bekojeni Zotin, këndoj himne emrit të tij. Psalmi 135, pjesa e dytë. Vetëm Zoti është i madh dhe i mshuar. O Zot, emri yt është i madhërueshëm. Kujtimi yt, o Zot, prej brisnie në brisni. Zoti e mbron popullin e vet, ka mëshirë për shërbëtorët e vet. Idhujt e paganëve janë are argjend, prodhimi duarve të njerëzve. E kanë gojën, por nuk flasin, i kanë syt, por nuk shohin. I kanë veshët, por s'dëgjojnë, as nuk kanë frymë në gojen e tyre, por si ata do të jenë edhe atë që i punuan, të gjithë ata që shpresojnë në ta. Shtëpia e Izraelit, bekoje Zotin. Shtëpia e Aronit, bekoje Zotin. Shtëpia e Levit, bekoje Zotin. Bekojeni Zotin të gjithë ju që truani Zotin. Nga Sioni qoftë bekuar Zoti, që banon në Jerusalem. Aleluja. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Shtëpia e Izraelit, bekoje Zotin.
këndoj himne emrit të ti. Antifona e tretë. Mbar popujt do të vinë e do të adhurojnë o Zot. Kënga krahason nga libri i Zbulesës kapitulli 15, rreshta 3 deri në 4. Himn adhurimi dhe lavdi. Të mëdha dhe të madhërueshme janë veprat e tua o Zot, o hyj i gjithë pushtetshëm. Të drejta dhe të vërteta janë udhët e tua, o mbreti i popujve. Kush të mos të druaj ty o Zot, e kush të mos e lavdëroj emrin tënd? Ti vetmi je shejti. Të gjitha kombet do të vinë dhe do të adhurojnë para teje. Sepse gjyqjet e tua u dëftuan të drejta. Lavdiatit e birit e shpirtit shejt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Mbar popujt do të vinë e do të adhurojnë o Zot. Leximi i shkurtër, Jakobi kapitulli i parë. Çmoni për gëzim të vërtet, vëllezërit e mi, kur ju ndodh të sprovoni çdo lloj vështirësie, duke e ditur se prova e fesë suaj lind qëndrueshmërinë, por qëndresa e le të ushtrohet me përpikëri, që të jeni të përkryer dhe të përsosur, pa far të mete. Përgjigje e shkurtër. Krishti na do, ai na liroi me gjakun e vet. Krishti na do, ai na liroi me gjakun e vet. Bëri prej nesh një mbretëri dhe meshtar për hyjin ton. Ai na liroi me gjakun e vet. Lavdiatit e birit e shpirtit shejt. Krishti na do, ai na liroi me gjakun e vet. Kënga ungjillore Magnificat. Antifona. Zoti u ndihmoi bijve të vet, duke sjell ndërmend mëshirën. Kënga e Virgjës së Lume sipas Lukës ungjilltar, kapitulli i parë, rreshtat 46 deri në 55. Lartësimi i shpirtit në Zotin. Shpirti im e madhëron Zotin. Shpirti im me hare i brohoret hyjt shëlbuesit tim. Sepse shikoj me pëlqim mbi shërbëtarën e vet të përvojt. Që tani të gjitha brezni do të më quajnë të lumtur. Sepse punë të mëdha bëri për mua, hyj i gjithë pushtetshëm. I shenjtë është emri i tij. Mëshira e tij brezni me brezni. Për ata që e druajnë. E tregoj fuqinë e krahut të vet. I hodhi poshtë qëllimet e krenarëve. I rrezoi princat prej froneve të tyre. E i lartësoi të përvojturit. Me të mira i mbushi ata që s'kishin ç'të hanë. E të pasurit i nisi duar thatë. I ndihmoi Izraelit, shërbëtarit të vet. Duke sjell në mend mëshirën. Si u apati premtuar e etërve tanë. Në të mirën e Abrahamit e të pasardhësve të tij në amshim. Lavdiatit e birit e shpirtit shejt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Zoti u ndihmoi bijve të vet, duke sjell ndërmend mëshirën. Lutjet e besimtarve. T'ja drejtojmë lutjen ton Krishtit, të cilin ati për mëkatet tona e dorëzoi dhe për shfaqësimin ton e ringjalli. Ti brorasim. Ki mëshirë o Krisht ndaj popullit tënd. Dëgjoj o Krisht lutjen që ta drejtojmë dhe na i fal mëkatet tona, na jep falje dhe paqe. Ki mëshirë o Krisht ndaj popullit tënd. Përmes apostullit ke thënë, ku është shumëzuar mëkati, fort dhe bollshëm bizotron hiri. Ne i fal neve të gjitha mëkatet. Ki mëshirë o Krisht ndaj popullit tënd. Shumë kemi mëkatnuar o Krisht, por hirin tënd të pafund dhe dëshirojmë, na kthe dhe do të shëlbohemi. Ki mëshirë o Krisht ndaj popullit tënd. Shpëtoje o Krisht popullin tënd prej mosbesimit, bëj që të pëlqej ty në gjithçka.
Ki mëshirë o Krisht ndaj popullit tënd. Derën e Parizit ja ke hapur cubit, i cili të ka pranuar për shpëtimtar. Mos u ambyll derën e parajsës të vdekurve tanë të dashur. Ki mëshirë o Krisht ndaj popullit tënd. Aty në qenë e qiellu shej trofte mryt, art mbretëria jote o bë vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijmë në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të lutemi, o hyti na jep shëlbimin dhe na dhuro bisi në shpirt, shiko me mirësi mbi bijtë e dashurisë sate, të cilët besojnë në Krishtin, e na jep lirinë e vërtetë dhe trashëgimin e amshuar. Nëpër Zotin tonë Jezu Krishtin, birin tënd, që me ty jeton e mbretëron në bashkim me Shpirtin Shenjtë hy, për të gjithë shekujt e shekujve. Amen. Ta bekojmë Zotin. Falenderojmë hyin. Të dashur dëgjues të Radio Maris, lutëm së bashku me ju mbrëmësoren, qof levduar Jezu Krishti. Gjithmonë e jetës.